është a mund të ketë përbashkim në një jetë aktive politike, një iniciativë tillë? A ka diçka konkrete, zotë Haradinaj? Jo, në këtë temë nuk kam çka më shtu unë, por po që e mirëpresh, pra e tham edhe një herë, e mirëpresh tani edhe zonin Osmani, në të mision që veç unë e kam që sa vjetë, realisht me ballafaque, qeverisjen, qeverin, me pasojat, me damet që po shkaktohen venit, mundësisht me ndihmu qytetarit venit, me sjellë qeveri që din me i kry punt e Kosovës, që din me bo zhvillim ekonomik, me rrit ekonominë e këtij veni, që din me bo energji më të lirë në vend, që din me na siguru pagat përhershme, jo veç kajherë me na rrit i qenera me jep ato shtesë, ato që njerë pagën e 13, po me na rrit pagën gjithë vitin, edhe që na jep një siguri, që na lidh me Amerikë, me Evropë, me investime, me zhvillime tjera, që i kryen do projekte. Shiqoni, ne kam krye autostradën për Shkup. Ka qenë në shtylla veç. Në shtylla ka qenë. Me plot problema ja. Edhe gjatë mandatit tim u krye autostrada për Shkup. E kemi nisë autostradën për Gjilan. Gjysha e pagume, krejt e kontraktume. Nuk është krye për dhënë e bardhë realisht, pra na moral. I kemi nisë autostradën për Mitrovic, për Podujev, për Pej. Ashtë një kilometrë, shine, halon dalës, s'kemi mrije.